Nga Saranda, ku zhvilloi sot një takim me sipërmarrës të rinj të kthyer në Shqipëri, duke shndruar në potencial të ekonomisë rajonale, kryeministri Edi Rama ju bëri thirrje që të shtrim biznesin turistik edhe në zonat më të thella siç janë Delvina, Finiqi apo Konispoli. Kreu i qeverisë tha se këto zona kanë potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar struktura hotelerie dimërore. Unë besoj që është koha që të mendohet edhe ju takon juve që ta mendoni shtrirjen e biznesit më në thellësi për të thyer sezonin dhe për të pasur edhe një deg të bizneseve tuaja turistike e hoteliere në territoret brenda. Flas këtu për zonat e Delvinës, të Finiqit, të Konispolit, ku ka i potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar agroturizma, për të ndërtuar struktura hoteliere dimërore për shëndetin, për relaksin, për të gjitha ato që janë shërbime që paguhen shumë, edhe që kërkojnë në radhë parë natyrë, kërkojnë mjedise të qeta dhe kërkojnë atë oxhakun me zjarr. Për këtë dhe për më shumë se kaq, keni parasysh që fondi i financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që u vu në dispozicion, që është 250 milionë euro dhe që është funksional sot nga Banka e Shqipërisë, linja e kredisë e Bankës së Shqipërisë, me 70% garanci për kolateralin nga ana e qeverisë dhe me një interes që shkon 93% sot që flasim, është në dispozicion për të bërë të tilla investime. Kreu i qeverisë Rama shtoi se kur të hymë në Bashkimin Evropian, të gjitha prona do të opësojnë një rritje çmimi 2 fish me një herë, siç ka treguar historia e vendeve të tjera para nesh. Në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, se ne do hymë Bashkimin Evropian, të gjitha pronat do të pësojnë një rritje çmimi 2 fish me një herë, siç ka treguar historia e të gjitha vendeve që kanë hyrë para nesh. Kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, një muaj mbrapa, gjithçka kërceu 2 fish, sepse prona e patundshme bëhet objekt interesi për një popullat që është qindra miliona njerëz. Nuk është më interes thjesht vetëm i popullatës që banon këtu, ose i atyre që kanë filluar ta shikojnë Sarandën ose Shqipërinë si një vend ku blejnë, po që janë akoma shumë pak. Janë raste që rriten çdo vit, po janë pak në krahasim me çfarë ndodh kur hyn në Bashkimin Evropian. Është njësoj si një qytet i ri t'i shtohet Shqipërisë. Edhe të ketë potencialet që ka Shqipëria. Parafityroni se çfarë interesi do kishte, kur edhe pse dyfishohen, janë prap shumë më lirë se sa që janë në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Kryeministri shprehu bindjen se kjo do të rrisë më shumë vlerën e qytetit për shkak se bëhet edhe një shëtitore e brendshme përveç shëtitores Buzdetit, që është sot i vetmi shkarkim i masës së njerëzve që duan të ecin në qytet.